Me që të dashur, në këtë video do të ketë vërtet shumë informacione me rëndësi për shoferët në Gjermani, ndaj ju lutem shumë që ta shikoni videon deri në fund. Këto informacione jem të rëndësishme pra për të gjithë shoferët, në veçanti për ata që kanë patenta të lëshuara si kjo e imja për shembull në Gjermani para vitit 2013, por edhe më vonë. Të gjitha këto patentat e shoferëve që janë lëshuar pra para vitit 2013 duhet të ndërrohen gradualisht deri në vitin 2033. Por, për disa kategori është urgjente dhe ata duhet të bëjnë shumë shpejt një termin dhe të ndërrojnë patentat siç kam bërë edhe unë sot. Qëllimi i ndërrimit të patentave është që të pamundsohet falsifikimi, ndërsa këto rregulla janë miratuar në Bashkimin Evropian. Sipas këtyre rregullave, të gjitha patentat e makinave apo të motocikletave të lëshuara deri me 19 janar 2013 duhet të ndërrohen dhe të merren patenta të reja, ndërsa afatet për ndërrimin e këtyre patentave në Gjermani janë siç vijnë. Patentat e lëshuara nga viti 1999 deri në vitin 2001 duhet të ndërrohen më së largu deri me 19 janar 2026. Këta persona që kanë pra patentat të lëshuara në Gjermani nga viti 99 deri në vitin 2001 duhet ta bëjnë menjëherë një termin dhe të ndërrojnë patentat e tyre, ndryshe do të gjobiten. Të tjerët kanë më shumë kohë, por unë do t'i them në vazhdim edhe të gjitha terminet e tjera më rëndësi. Patentat e lëshuara nga viti 2002 deri në fund të vitit 2004 duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2027. Patentat e lëshuara nga viti 2005 deri në fund të vitit 2007 duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2028. Patentat e lëshuara në vitin 2008 duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2027. Patentat e lëshuara në vitin 2009 duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2030. Patentat e lëshuara në vitin 2010 duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2031. Ato të lëshuara në vitin 2011 duhet të zëvendësohen deri me 19 janar 2032. Më në fund, patentat të lëshuara prej vitit 2012 deri në 18 janar 2013 duhet të zëvendësohen deri me 19 janar 2033. Siç e thash në fillim, urgjente pra është për personat që kanë patentat e lëshuara nga viti 1999 deri në fund të vitit 2001, siç është kjo patenta ime, sepse ato duhet të ndërrohen deri me 19 janar 2026. Pra, brenda disa ditësh. Për ndërrimin e patentës së shoferit ju duhet të keni një fotografi digjitale, patentën e vjetër, letër njoftimin dhe kjo kushton 25 euro natyrisht. Ndërsa, patentat mund t'i ndërroni në vendin ku jetoni, por paraprakisht është mirë që të kërkoni dhe të bëni një termin. Ndërsa, patentat e shoferëve që janë lëshuar nga 19 janari i vitit 2013 e tutje vlejnë 15 vjet. Pra, pas 15 vitesh edhe ato duhet të ndrohen dhe të merren të reja. Por, të kuptohemi, ndërrimet apo rinovimet e patentave nuk duhet të bëhen pra me provime, por thjesht është një procedurë administrative që bëhet për shkaqe sigurie që të mos ketë falsifikime, siç thuhet në vendim. Ndryshe, nuk kërkohet as ndonjë ekzaminim shtesë mjekësor ose ndonjë test tjetër. Por, të kuptohemi qartë, nëse eventualisht nuk arrini të bëni rinovimin apo ndërrimin e patenteve quajeni si të doni, sipas afateve që i thash pak më parë, kjo nuk do të thotë se nuk keni të drejtë të ngjisni makinën me patentën e vjetër. Por, personat që kapen me patentat e vjetra do të gjobiten me 10 euro dhe do të kërkohet prej tyre që ta bëjnë zëvendësimin e patentës së shoferit. E di që në këtë video ka pasur miq të dashur shumë termine dhe shumë të dhëna, por mu duk vërtet me rëndësi, ndaj mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të informoni edhe të tjerët, sepse nuk kemi nevojë të paguajmë asnjë cent shtesë. Nëse doni, unë natyrisht të gjitha këto të dhëna mund t'i publikoj edhe në faqen time në Facebook, ndërsa ju, nëse doni, mund të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video. Faleminderit dhe mirupafshim.